Do dalim pak tek lajme ndërkombëtare. Presidenti rus Vladimir Putin ka mundësi që të ketë origjinë nga Kosova. Ai ka mbajtur sekret ADN-n e tij për dekada, por sipas gazetës gjermane Bild, një grup hakerësh ka arritur që të hyjë në kompjuterin e kushëririt të tij të dytë, Mikhail Putin, duke zbuluar informacione të papritura. Gjyshërit e Putin thuhet se kanë qenë stërgjyshërit e këtij kushëriri, i quajtur Mikhail Putin, dhe sipas Bild, të dy kanë një ngjashmëri gjenetike prej 6.25%. Mikhail dhe Vladimir do të mbajnë të njëjtin haplogrup mashkullor Y, do me thonë të njëjtin mutacion në kromozonet e tyre Y, sepse ata kanë një paraardhës përbashkët në linjën natrore. Përveç kësaj, ADN-ja e nipit thuhet se ka origjinën rreth 10.000 deri në 20.000 vjet më parë dhe gjendet kryesisht në Europën jugore dhe në Ballkan, ku trashëgohet përmes linjës mashkullore. Ky varg gjenesh e ka origjinën në Kosovën e sotme, me edhe Bild që ngre pyetjen nëse presidenti rus ka një prejardhje gjenetike të familjes së tij nga Kosova e sotme?